antar të kokainës dhe drogave tjera. Ishte ky krahasim në Shëbab? Eksaktësisht kjo që sapo ju thash unë, për kryeministrin e Shqipërisë. Mos harroni Flavio që media e parë në botë që ka shkruar për narkoshtetin shqiptar është një media amerikane, Vice amerikan, më pas ka qenë specializuar te krimi, investigime etj etj, dhe ka shkruar në vitin 2016, kur Edi Rama në mandatin e parë kishte politikë qeverisë tij kanabizimin e Shqipërisë. Nuk ka qenë PD-ja për herë të parë që ka folur për narkoshtet, por kanë qenë mediat amerikane. Dhe PD-ja nga ai vit në vijim ka vërtetuar me akuza, me fakte, me denoncime konkrete gjatë gjithë viteve me radhë këtë realitet të trisht në cilin e ka futur Edi Rama Shqipërinë sot në hartën e narkoshteteve. Por konsiderohemi narkoshteti i parë në Europë. Tani, po t'ishte bido këtu ose dikush tjetër dhe po t'i ktheheshim deklaratave të bëra nga Berisha në Parlamentin e Shqipërisë për riformaton dhe për avionët e vegjël që trafikonin drogë në Shqipëri, do të thonte që ato kanë qenë avion Belin turp të vise, ato hidhin pesticide në për fushat tona për të ruajtur fermerët, për të ruajtur agrikulturën, prodhimin vendas, edhe juve t'ju vizore dhe jeni po bllokoni integrimin evropian, t'ju vi turp jeni anti-shqiptar. Po na doli që kjo histori që denoncohej nga Kështu ju a than fakt atëherë. Ishte e vërtetë, jo këto i kanë thënë këto në parlament, por kanë qenë tjerë njerëz, i ka thënë Semir Tahiri, i ka thënë Ilir Beqa këto, i ka thënë Alqi Bllako, i kanë thënë gjithta që sot janë në burg i ka futur Edi Rama vet, me parin Erion Veliajn, çonte dhe raporte në për Këshill Evropë këy në kanceleri europiane edhe në Kongres amerikan që gënjen Partia Demokratike se një lloj si historia e Gryselës. E kam shumë qejf ta rikthej hera herës Gryselën sepse tregon fiks mentalitetin e këtyre kush janë këta. Në propagandë çfarë është rilindja. Rilindja në të vërtetë është një Grisel e madhe, një histori e shpikur, një mashtrim i madh me vetëm qëllim vjedhjen e parave qytetarëve shqiptar dhe pasurimin në kurrizë të shqiptarëve dhe mbijat të rinjve që po ikin. Dje po të shihni edhe statistikat e fundit të linçmërisë në Shqipëri, jemi poshtë vitit 1990 me rreth 74% krahasuar me numrin e lindjeve dhe me këtë ritëm Shqipëria rrezikon të shpopullohet të lindjeve dhe emigrimit masiv. Kjo duhet ta shqetësonte Ardit Bidon, çdo deputet tjetër të Kuvendit të Shqipërisë dhe çdo qytetar shqiptar dhe çdo zyrtar të këtij shteti. Por ndërkohë problemi këtyre është vetëm mbrojtja e ekipit e antarëve të bandës tyre që çdo ditë shkojnë zyrat e shtetit shqiptar për të vjedhur qytetarin shqiptar, për të vjedhur të moshuarit shqiptar, për të vjedhur rinin shqiptare. Këta flasin për institucionet, flasin për parlament, unë po e them edhe një herë. Ne kemi 6 muaj kërkojmë komisionet timor. E kemi drejt kushtetuese, e kanë deputetët, 1/4 e deputetëve, po u bën 35 deputet të Kuvendit të Republikës Shqipërisë dhe nënshkruaj një kërkesë për ngritjen e një komisioni hetimor, është automatikisht detyrimi i Kuvendit për të ngritur komisionin. Nuk e pranojnë, e rrëzojnë se kanë forcën e kartonëve, nuk e lejojnë. Kanë vënë kamikazë në drejtim të Kuvendit, kamikazë në drejtim të grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe nuk pranojnë asnjë kërkesë PD-s. Kërkojnë mocion me debat, me ministrat nuk vinë. Vritet gjyqtari në sallë dhe të vjen ministrja e brendshme dhe flet për zëvendës ministrin që e shkarkoi se pinte duan. Ai ishte problemi. Apo për monopatet që i kishin bllokuar të rinjve, të cilat tani po i lirojnë prap. Domethënë, si TikToku. Këto janë raste konkrete. TikToku është një rast konkret, domethënë kjo është situata reale që ndodh sot në Shqipëri. Dhe këta shqetësohen se çohet në protestë opozita. Opozita duhet i vejë zjarrin parlamentit. Ja po e them tu. Zjarrin kryeministrisë, qytetarët shqiptar. Zjarrin se është një godin që vjedh çdo ditë qytetarët shqiptar. Nuk vjedh opozitën, vjedh shqiptarët. Dhe kjo protestë që bëhet nuk është protestë për PD-n, që do të është protestë partjake. Është protestë kombëtare, është protestë që bëhet për flamur, bëhet për Adeun, bëhet për vendin. Po shpopullohet Shqipëria. Ikim çdo ditë, kam qenë në Toronto në Kanada. Kam postuar një takim nga Torontoja. A ditë që akuzohet? Një ditë para. Kam padur në sallë 2 miq të mi shumë të ngushtë, të afërt, njëri zë publik, edhe po e them dhe me emër, Gen Progni, njëri zë publik, një antar tjetër drejtues forumit rinor, edhe drejtues strukturave tona në Krujë, që kishin shkuar në 1 muaj gjysmë e fundit në Toronto. 2 të ri,
që kishin ikur në Toronto vetëm në një muajin e gjys të fundit. Imagjino që ndodh në gjithë botën. Imagjino që ndodh në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian, edhe në vende tjera me bashkëmoshatarë. Emigrimi 2026-s. Po imagjino pra çfarë. Ta mbyll me batutë këtë pjesë normal që do i kemi grabicit e bankave nga 60 vjeç se kanë ikur edhe të rinë. Tani për të rikthyer pak ka një pjesë e madhe e publikut, ka një pritshmëri të madhe ndërkombëtare nga amerikanët. Duket sikur kanë dhënë ca sinjale, po jo tamam. Jo ti po të shohësh edhe, do të thënë, kur shkon mjafton të shohësh komunikimin publik. Ndoshta shpresojmë që edhe Trump të sillet ndaj Ramës siç sillet ndaj ca personazheve të tjerë. Nuk është çështje kjo për fat mirë, apo nuk jemi ne ke ato vende që mund na trajtojë si për post presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që ka një vëmendje të shtuar dhe ka prioritet luftën ndaj karteleve të drogës dhe rritjen e ekonomisë amerikane, por mbi të gjitha nxitjen e investimeve amerikane në vendet partnere, që do të thotë që ai ka prioritet kryesor investimet amerikane në vendet anëtare të NATO-s në këtë rast, siç mund të jetë Shqipëria, po me këtë vin këtu kompanitë amerikane të bëjnë partneritet. Vin me krimin organizuar, me akmarrjen për drejtësi, me bandën e troplinëve apo me Suelçelën, se këta janë sot apo me Plum Gjokën. Këta janë investitorë strategjik. Këta janë njerëzit të cilëve Edi Rama u ka besuar ekonominë shqiptare, apo vëllezërit Ysa, ndërkohë që presidenti Trump dezignon si organizatë terroriste kartelin Sinaloa dhe eksponentët e saj.